Blut e qytetit të Vlorës kanë parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale që mund të ndodhte në qytet në ditën në vijim. 2 automjete janë gjetur dhe sekuestruar nga ana e forcave të policisë së Vlorës në fshatin Babice e Madhe. Bëhet fjalë për një automjet tip Nissan dhe një automjet tjetër Audi Q5, të cilët ishin fshehur në një zonë me ullinj dhe ishin mbuluar me rrobë për të mos u dukur. Ndërkohë, sipas informacioneve nga ana e policisë së Vlorës, gjatë një ndjekje nga blut e qytetit, persona të cilët ishin duke drejtuar 2 automjete janë larguar dhe përpasoj kanë fshehur këto 2 automjete në fshatin Babice e Madhe, brenda së cilës u gjetën dhe 3 shishe me benzinë. Një burim i sigurt i policisë së Vlorës tha për Blu Televizion se 2 automjete do të përdoreshin për ngjarje kriminale. Njëra prej tyre ishte vjedhur në qytetin e Kavajës, ndërsa tjetra ishte vjedhur jashtë territorit të Shqipërisë, ndërkohë që ishte fshirë edhe numri i shasisë. Një burim tjetër i prokurorisë së Vlorës bëri me dije se kjo do të ishte një ekzekutim i mirëfillt, çka do të ishte bërë një investim i madh. 2 automjete do të përdoreshin për atentatin dhe do të digjeshin, ndërkohë që do të përdorej një tjetër automjet për largimin e autorëve. Megjithatë, policia e Vlorës është duke kthyer kamerat për të parë nëse automjetet kishin ditë që kishin mbritur në qytetin e Vlorës me qëllim identifikimin e personave që i drejtonin ato. Policia e Vlorës ka parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale. 2 automjete janë gjetur të braktisur pas një aksioni ndjekje nga blut e qytetit. Burime konfidenciale bëjnë me dije se 2 automjetet janë të vjedhura një mjet në qytetin e Kavajës, ndërsa mjeti tjetër rezulton me numër shasie të fshirë. Ndërkohë policia dhe prokuroria e Vlorës po kthyerin kamerat e sigurisë në qytet për të parë se sa kohë kanë qenë automjetet këtu dhe nëse çfarë zone kanë qarkulluar, për të arritur sadopak të shenjat apo dhe identifikimi i autorëve që kanë qarkulluar me automjetet. Gjatë kthyrjes në mjete, policia gjeti dhe 3 shishe me benzinë që do të përdoreshin për djegjen e automjeteve me qëllim humbjen e gjurmëve. Ndërkohë Blu Televizion sjell pamje ekskluzive nga vendi ku u gjetën 2 automjetet e fshehura një ditë më parë nga policia e Vlorës, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për ngjarje kriminale. Të 2 automjetet me targa të huaja ishin fshehur në një ullishte pranë një banese të braktisur afër fshatit Babice e Madhe. Vendi ku u gjetën mjetet ndodhet rreth 5 kilometra larg qytetit të Vlorës, në një zonë të thellë dhe pa lëvizje. Sipas grupit hetimor, vendi ku autorët kanë fshehur automjetet dyshohet se ishte i vëzhguar edhe më parë, pikërisht për shkak të largësisë nga qyteti dhe terrenit kodrinor që e bën zonën më pak të frekuentuar. Ndërkohë hetuesit vijojnë kthyrjen e kamerave të sigurisë për të zbuluar lëvizjet e automjeteve gjatë ditëve të fundit në Vlorë, çka mund të çojë edhe në identifikimin e personave që i kanë përdorur ato. Ndërkohë brenda automjeteve nuk është gjendur asgjë tjetër e dyshim. Policia shkencore është duke punuar për gjetjen e gjurmëve. Një burim i fortë tha se investimi për të kryer vrasjen është i konsiderueshëm, duke marrë në konsiderat se 2 automjetet do të digjeshin dhe personat do të largoheshin, dyshohet me një automjet të tretë. Kjo është një ngjarje e parandaluar, çka ka alarmuar policinë për një ngjarje të mundshme që mund të ndodhte në qytet. Megjithatë, kjo ka bërë që policia të risë gatishmërinë, ndoshta për një ngjarje të mundshme në vijim.